Fillerat janë shumë të rrezikshëm sepse kur nuk përdoren me karar dhe nuk përdoren nga një sy estetik i kujdesshëm, të bëjnë ato portretin e entur dhe fix pillow face. Tamam ashtu si jastik me pupla i fryrë. Çfarë do t'i thojë disa sekrete që vajzat mbase nuk i din lidhur me botoksin dhe cila është mënyra më e mirë për ta injektuar pikat e domosdoshme dhe pikat që nuk duhet të preken? Po vendosja e botoksit kërkon një njohje të mirë të anatomisë. Muskujt që targetohen te zona e ballit janë dy muskujt frontal. Tjerë muskujt që targetohen janë dy muskujt korrugator dhe muskuli procerus. Nëse ti nuk e din anatomin edhe nuk e din thellësinë se sa e vendos, do me thonë produktin e botoksit, me patjetër që mundesh me pas komplikime. Pjesa kur bëhet lifting me botox është pjesa e teknikave të reja të botoksit që implementohen në gjithë botën, ku botoksi për shkak të tendencës që e kanë shumica injektuesve që mos me rshit edhe mos me kalu në përforamenin supraorbital dhe me sjell ptozën, vendosen në pjesën lart. Se ndonjëherë duke bërë më shumë botox se ç'duhet, vetlla në vend që të ngrihet bie, krijohet një peshë që të jep një kështu dhimbje kokë të ngrihen. Të vendoset 2 cm, më pak se 2 cm mbi zonën e vetullës. Çfarë mendimi ke për threads? Nëse ti e vendos një threads, ta tërheq në pjesën lart, bëhet grumbullim i lëkurës. Edhe tash lëkura për shkak të fijeve të elastinës që i ka tendencë që prap me u kthy në pozitën 0 dhe prap pas 3 javë kthehet në pozitë 0 për shkak të forcës së gravitetit dhe kreça mbet aty është një trup i huaj në fytyrë edhe një vrim. E kuptova, ti e krejt kundër për threadsat. Patjetër që po. Nuk mundet threads me zaventu pjesën e liftingut, facelift, nuk mundet asnjëherë. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.